عمر تفاتته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Asë në kohë pak më të gjatë, prapë po kthehemi në këto derse tona të rregullta, çka kemi pas para Ramazanit, edhe jem në këto derse në të fikut, ma konkretisht jem të namazi i bajramit, gjësisht i dy bajrama, sepse janë dy bajrama dhe kanë posaçëm, Allah subhanahu wa taala ka caktuar namaz të posaçëm për këto dy ditë, për këto dy festa të muslimanëve edhe të vetmet festa të muslimanëve. Më pasi që ka kalu një kohë pak më e gjatë, për shkak të Ramazanit që kena ndërprej derset, vetëm shkurtimisht kallëzojmë se kur ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam në Medinë prej Mekës, i ka zgjedhur se ata i kanë dy festa pagane, të cilat i kanë festu, kur i ka pyet çka janë, edhe i kanë treguar se i kemi këto festa, na e festojmë, gëzohemi në këto dy festa brenda vitit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka zavendësu këto me dy festa, ka thonë cilat janë më të mira, edhe këto janë dy festa të muslimanëve. Arabisht i thuhet Eid, Ade Eid, Juid, diçka që ka përsëritet. Bukfalisht me përkthy fjalën Eid, do të thotë me përsërit. Diçka që ka përsëritet. Çdo vit, si të kryhet Ramazani, me një ditë mas, është bajrami. Çdo vit, përsëritet. Çdo vit, 2 muaj e 10 ditë pas Ramazanit, është Kurban Bajrami. Çdo vit, përsëritet. Pra këtë fjalë e ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe kur ka ndalu me e vizitu vorin e tij në ditë caktume. La takhudhu qabri ida, mos e merrni Eid diçka që ka përsëritet. Mos e caktoni një datë, çdo vit në çat datë shkojmë te vori pejgamberit alayhis salam. Ose më thon e përkujtojmë çysh po bëjnë dita e këtina, dita e atina, dita e asajna e kështu me radhë. Ditë përkujtojmë këto, përkujtojmë ato. Këto e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash edhe në bazë këtij hadithi del se më thon çdo vit njëjtën datë po thot po festojmë me vludin. Të njëjtën datë. Mos e merrni këto diçka që ka përsëritet çdo vit. Shkon e viziton vorin, jo se me vizitu vorin, me atë qëllim nuk bën me shku prej këtuit mu nis, po nis na prej këtuit me qëllim, po kom dëshirë me vizitu vorin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu s'bën. Por çka? Po shkoj me vizitu xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E pasi që aty më në afërsi është edhe vori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas po gjendesh mua aty, ke ardhur veç aty, ma jo për këtë punë, për të diçka ka ardhur. Po mos jom këtu, atëherë edhe në selam po japi pejgamberit alayhi salatu wasalam gjithsesi vorit të tij. Pra ade Eid, diçka që ka përsëritet, edhe këto dy festa, këto dy bajrame, të vetmet janë të muslimanëve. Tjetër fest nuk ka. Kjo është një ditë e Ramazanit që ka përcjellëm javën e kaluar. Kurban Bajrami ka 4 ditë. Gjithsej të bojnë 5 ditë. Edhe i kena tregu ato gjona cilat pëlqehen për me u bo në atë ditë. Pra nëse është Bajrami i Ramazanit,
Jo me thonë bajrami i madh, bajrami i vogël, se di ka kanë marrë këto. Bajrami i madh është Kurban Bajrami me marrë. Haxhul Ekber. Kështu Allah e ka thënë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë në hadithe. Haxhi i madh, aty është edhe bajrami do të thotë. Ditë për ditë, nuk ka ditë më të mëdha se ato Dhul Hijjes. Nuk krahasohet ky bajram me ato. Edhe pra nëse është bajrami i Ramazanit, pëlqehet para se me dal me hongër hurme tek. 1, 3, 5, 7, 9 sa dush. Nëse s'ki hurme ujë pi ose diçka hapak që me prish me ditë se nuk i agjerushëm. Përfundoi Ramazani, po shkojmë bajram tash. A nëse prej kurban është bajram, kurban bajrami është, edhe ki me prej kurban, atëherë prej sunetit është, se kjo obligim, po prej sunetit është, kur gjë mos me hongër deri sa të prish kurban edhe merr një copë mish ose një mushni, çka të kovë diçka prej kurbanit, ushqimi parë me kon prej kurbanit atë ditë. Kjo është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj tham, suneti është me ndru rrugët. Me një rrugë shkon me tjetër rrugë kthehesh. Pastaj tham urrehet me u fal bajramin në xhami, vetëm se nëse ka arsye. Kjo arsye bjen shi i madh, bor bjen ftoft, atëherë e fal xhami. Për ndryshe duhet me u fal në periferi të qytetit. Se me u fal pa arsye, sikur të na çka ndodh pa kurfar arsye, në xhamia kjo me kru është urrehet. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam krejt bajramat i ka fal në musalla në vendin e caktuar në Medinë, në periferi të Medinës. Ka transmetime se vetëm një herë kur ka rashi e ka fal në xhami, po kryesore shumica transmetojnë thonë se gjitha bajramat i ka fal në atë musalla vendin e falës ku e ka caktuar. Edhe pastaj vim te vet namazi, cilit namaz nuk i paraprin asni namaz, pra ki falë sabahun, e kanë falë sabahun, edhe ju është prënda, ma vonë kur ka ardhë koha e bajramit, namazit bajramit, kanë shku në këtë vend për me u falë. Jo që aty ku e falë sabahun me prit deri sa vjen koha e namazit bajramit. Edhe koha e bajramit hyn kur lind dielli edhe ngritet sa një shtiz në drejtim të perëndimit shkon. Pra ngritet pak, jo vetëm ka lind, po edhe ngritet pak e sheh, po sa një shtiz. Kjo dikon shkon 15-20 minuta pas që të fillon me lind dielli. Jo 45. Me 20 lirisht, edhe me 15, po edhe me 20 lirisht mundesh me fal bajramin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e fitr bajramit e ka fal, e ka vonu pak. Pse? Sepse me ju dhonë hapësirë në kohë sahabeve për me shpërnda sadakatul fitr. Koha e ardhë kena thonë, koha ma e mirë për me shpërnda këtë sadaka është pas që te fal sabahun, namazin e sabahut, para se me fal namazin e bajramit. Që është koha ma e mirë. Kjo të na haroje, këto s'mush me realizu. Aleikum selam. S'ka shans. Atëherë, koha ma e mirë e dytë pas kësajna është natën e bajramit. Qatë natë me shpërnda. E, për mos me ingut sahabet, për me pas kohë, ne ka falë sabahun, me shku në shpi, me marë atë ushqim që ka me dhonë, e me shku, apet më këthy, pra me pas hapësir me pas kohë. Për këtë shkak pra pak ma vonë e ka falë. Ndërsa namazin e Kurban Bajramit me nere ka falë. Ma shpejt me e falë që me i liru sahabet ata cilë kanë me prej kurban, le të shkojnë ma shpejt me prej kurban. Mos me e vanu pra. Të kundërtën, pra fitr Bajramin e ka vanu pak, Kurban Bajramin me nere si ka hikoha e ka falë. Nuk ka ezan, pra asni namaz nuk ka thamë, prej se namazit sabah, deri te kjo nuk falet, s'ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ezan nuk ka, thirrje nuk ka, hajde namaz për bashkët, sikur që ka është për do të vjen inshallah,
salatul khusuf, namazi e eklipsit, ose kur nxjinet dielli ose hana, aty me zini duhet me thirr, jo ezan, po i thret es-salatu xhamai, hajdeni namaz me xhamat, hajdeni namaz me xhamat, kështu i thret. Ndërsa për namaz bayramit nuk ka kur farthirje. Ky namaz përbohet prej 2 rekateve. Pra namazi bayramit falet me 2 rekate. Edhe atë para hutbes, se e ka edhe hutben, por para hutbes falen rekat, namazi falet, pastaj si të përfundon, si të jep selam, me njëherë hyp minber edhe e man hutben. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas minber, se thamë se ka fal në xhami, po në periferi ka fal, edhe vetëm është ngrit në kom qashtu, as ka një diçka ndoni gurë, ose diçka me hyp manat, po vetëm është ngrit kom edhe e ka mojt. Harum me cek, kur thamë urrehet me u fal në xhami, pa arsye, nuk i kur far arsye, urrehet, e kjo vlen edhe për xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç Qabës. Për Qabë kjo nuk vlen. Në Mekë e fal bayramin Qabe. Në vende tjera, tu e përfshi edhe Medinë, tu e përfshi edhe xhamin e Resulullahit alayhi salatu wassalam, nëse nuk ka arsye urrehet me u fal në xhami. E para, e dyta, që thotë edhe Sheikh Albani rahimahullah, e ndërlidh me hadithin që thotë Resulullah alayhi salatu wassalam, një namaz i falu në xhami tem, orso nimi namaze në xhamia tjera, me përjashtim Qabës, sa të është një namaz në Kabe me falë, sa 100.000 namaze në xhamia tjera. Edhe këtu thotë Sheikh Albani rahimahullah, me falë bayramin në musalla, në një fush, në një hapësir, është ma sevap se 1.000. Se në xhami so po thot pejgamberi alayhis salam, në xhamit vet. 1.000 herë ma sevap se në xhamia tjera. E po ale këtë 1.000-shin, për çka po ale? Për diçka më të madhe se 1.000. Po të kishte që 999, pa dyshim e kish fal në xhami. S'kish dole atje. A është 1.001, a 1.002, a 1.100, a 2.000, Allahu alem. Po, pa kur far dyshimi s'është ma sevap se 1.000 herë me u fal në xhami. Se Resulullah alayhis salam, edhe pse pejgamber, edhe pse Allah ja ka falë gjitha mëkatet, kalume të ardhme, kur nuk e ka bu në punë, nëse ka pas 2 mundësi, vetëm se e ka marrë ato me ma shumë sevap. Pra, mundet me falë në xhamit vet, mundet me falë në fush, në një livat që ka dalë. Cilën e ka bu, që ato që ka bu, aty ka ma shumë sevap. Thojnë alimat kur El-Mughiri ibn Shu'be, radhiyallahu anhu, si thot, i qitë sha uj, me marë abdes, Resulullahit, alayhi salatu wassalam. Kur erë të kumt, deshta me a doth, vesh mbatin me ala, unë e kumt, nuk më la. Tha, da'ani, dekhaltuhuma tahiretej, le, mosëm prek, se i kom moth të pastërta me abdes, vetëm më shoj mes. Çka do të thot? Edhe pse, me logjikën tonë, na mendojmë se vapet janë proporcion drejt me mundimin, me zahmetin. Sa ma shumë të lodhësh, mendojmë na, qaq ma shumë se vapë e ki. E këtu tash nëse e marim krasojmë. Çka është lodhje ma e madhe? Mu dath, me i lakumt, me u math, ose vetëm me smim shu. Pa dyshim për me i la është ma mund, nuk është çfarë mundimi, po, nëse krasojmë këtu, kjo shumë ma letë, shumë ma shpejt kryet. Nuk do të thotë se në lami ka ma shumë sevape. Po të kishte pa sevape ma shumë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa kur far dyshimi kishte lami. Si kalon sevape të mijë. Edhe psa na jem shumë ma të nevojshëm për sevape. Se na jem mëkatar, gabojmë. Ai sallallahu alaihi wasallam nuk ka gabu, Allah se kalon me gabu. Megjithatë, ku ka mri edhe sevape ma të vogël, se kalon pa e marë. E na, me kjo synet kjo. Bon edhe pa këto. Bon pa ato, bon pa ato, bon pa ato. Thu se jena mush me sevape. Pasi që të merë tekbirin fillestar, tekbirin hyrës, e kënon duan hyrëse, pasaj mirën tekbirit. E këtu është një hapësir e gjonë,
numri i tekbireve nuk bën fort me bo problem, megjithse si më e saktë që ka transmetohet prej pejgamberit alayhis salam është 7 tekbire në rekatin e parë, 5 në të dytën. Të dyjat para leximit të Fatihas. Të dyjat. Jo në dytën para se me shku në ruku, përfundim. Kjo nuk është edhe është me ukuf, do thotë nalet te Abdullah ibn Mesudi. Ai ka thonë, këtu te na çka bëhet, të parën 3 me tekbirin fillestar hyrës 4 bëhen, edhe me tekbirin e rukus 4 gjithashtu në rekatin e dytë, rekatin e parë para leximit të Kur'anit, rekatin e dytë në përfundim të leximit të Kur'anit. Kjo është prej Abdullah ibn Mesudit. Kështu thojnë alimat, por edhe këto me bo, inshallah s'ka gajle, është një hapësirë e gjon, ka ihtilaf mes edhe sahabëve, ihtilaf jo po ka mënyra të lloj-llojshme çka kanë bo sahabët, ka me 9, edhe me 7, ka me 7 edhe me 6, ka me 7 edhe me 5, 4 me 4 e kështu me radhë. Pra, si ma e afërt, çka ka bo pejgamberi alayhis salam, janë 12 tekbire, 7 me 5. Që kjo është ma e sakta. Edhe të dyjat janë bo para leximit të Kur'anit, jo në rekatin e dytë pas leximit të Kur'anit në namaz. Kjo kuptohet që po thon 5, ky 5 që është nuk llogaritet këto tekbiri i ngritjes prej sejdës me kalu në rekatin e dytë, sepse kena thonë ky tekbir duhet gjitha tekbiret e kalimit prej një rukën në rukën tjetër bëhet gjatë lëvizjes. To se keni haru. Gjatë lëvizjes bëhen. Pra, prej kur ngritesh, derisa drejtohesh, duhesh me fillu edhe me përfundu tekbirin. Nuk bën me fillu në sejdë, as nuk bën me përfundu kur je ngrit, kur je drejtu. Kjo kryhet gjatë lëvizjes, gjatë ngritjes. Çdo tekbir kështu bëhet. Pra, kur drejtohet, atëherë i thot këtu 5 tekbire në rekatin e dytë. Tu në shumë s'ka nevojë me thonë me i cek cilë sahabët, cilat sa numër e kanë marë, vetëm kalim të posekëm të Hanefit janë 3 me 3, do të thot ose 4 me 4, tu e përfshi edhe atë tekbirin e hyrës në rekatin e parë edhe tekbirin e rukus në rekatin e dytë. Te Shafit 7 me 5, që kjo që ka tha. Edhe te Hambelit është 6, 7 me 6, e kështu me radhë. Pra tham, kretë kjo është e pranume, është hapësirë e gjanë, me që se tham, tu e u bazu në hadithin Amr ibn Shuaib, cili këtë transmetu prej babës vetë, e kjo prej babës vetë, dhe prej gjyshit vetë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, enne nebija sallallahu alaihi wasallam kebberet netej ashrete tekbireten, seb'an fil ula wa khamsen fil ukhra. Pejgamberi alaihi wasallam, ky i cili ka fal Bajramin me Resulullahin alaihi salatu wasalam, i ka marrë 12 tekbire, 7 në rekatin e parë, 5 në të dytën, e transmeton Imam Ahmedi, Abu Daudi, Ibn Majah e tjerë. E për këtë hadith, Sheikh Albani rahimahullah thot hadithi është sahih, hadithi është i vërtet. Pra mas mirë të kishte me qenë me këto me punu. Megjithse të cekum edhe këto, jo se cilë sahabe sa kanë bu, por fjalën e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma, i cili thojnë për ato se keni u kebbir në rekatin e parë 7, në të dytën 6. Prej ti transmetohet se në Ramazet të Bajramit i ka bo 7 edhe 6 në tjetër transmetim. Prej ti gjithashtu transmetohet, thot, se ka thonë, men shë e kebere seb'an, o men shë e kebere tis'an. Kush don i merë, është fjala për rekatin e parë. 7 tekbire e kush don 9. Ose 11, ose 13. Pra kush don kështu, kush don ashtu, vetëm tek me kon, kjo është qëllimi, edhe kjo është pra një hapësirë e gjonë
nuk ka nevojë këtu me bo polemika, bon ashtu, bon edhe kështu që ka thonë Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhuma. Te Ebu Hanifja edhe te Imam Ahmedi thonë se për çdo tekbir ngriten edhe durt, e kështu thonë edhe për namaz të gjenazës. Ebu Hanifa ka thonë me ngrit, sarë që thonë Allahu Akbar i ngrit durt. A këtu nuk i ngrisin durt. A Ebu Hanifa ka thonë me ngrit durt. E këtu bile ka fjali kanë thonë edhe jonë çudit, pse në namaz nuk po i ngrit durt Ebu Hanifja, a namaz gjenazës po i ngrit durt. Kjo është transmetim prej tij rahimahullah. Edhe pse këtu ka dy mendime të dietarëve, një grup dietarë, pra këtu hyn Hanefit dhe Hanbelit me ngrit durt për çdo tekbir, ndërsa mendimi tjetër është mos me ngrit durt vetëm thot me gojë Allahu Ekber. Ka transmetime prej disa dietarëve se me çdo tekbiri thuhen disa fjalë të caktuara. Shembull, ka dietarë që kanë thonë Allahu Ekber, pastaj thu Allahu Ekber kebira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Ekber kebira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. E kështu me radhë. E Ibn Uthaymin thotë për kështu bën doni dhikr me bë mirë, po kështu ndoni dhikr pak më të gjatë, pa u bazuar në argument në hadithe, nuk lejohet kështu me vepru, Allahu Ta'ala alem. Edhe këtu thot Ibn Uthaymin rahimullah, është hapësirë e gjatë, pra bën diçka ndoni tekbir me thon, ndoni dhikr me thon, elhamdulillah, subhanallah, bën edhe çka kur gjë me nerv vetëm me i radhit tekbiret. Pastaj lexon Fatihan edhe një sure, e këto lexon me zë, ashtu sikurse gjitha këto namaze me xhamat që bëhen jashtë farzeve, namazi xhumos, namazi bajramove, namazi istisqa për dua për merashi, edhe namazi i eklipsit nxinjes së diellit ose hanës, gjitha këto bëhen e Kurani lexohet me zë në namaz. Prej sunetit është transmeton Muslimi në Sahihun e tij, në rekatin e parë me u lexu sura Qaf, rekatin e dytë El Qamer. Ose në rekatin e parë Sebbih ismi rabbikal a'la, në të dytën Hel ataka hadithul ghashiya. Kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jashtë këtyre sureve, Bajrami s'ka fal me sure tjera. Tetë kur ka lexuar jashtë këtyre. E tash thot Ibn Uthaymin duhet ai i cili e u fal pak me mendu me kon syçet, shembull, nëse është ftoft ose është shumë nxehtë, atëherë e fal me këto më të shkurta, se besim Rabbikal Ala edhe Hel ataka hadithul ghashiya në rekatin e dytë. Ose nëse është në Kurban Bajram njerëzit gutën, më shpejt me shku për me i prej kurbanet, edhe këtu i fal me këto sure më të shkurte se ato. Ndërsa në raste të tjera i fal me ato sure më të gjata, pra nëse nuk ka ndonjë rrethane të cila të ngut, atëherë preferohet her ato. Po pri sunetit është se jashtë këtyne dyjave, gjithçish po bën 4 sure, mos me u fal jashtë këtyne 4 sureve namazin e Bajramit. Jo me inna atanake kul huwallahu ahad. Ato në Kur'an, mirë po kështu s'ka vepru pejgamberi alayhis salam asnjëherë, asnjë namaz të Bajramit. Kur të përfundon namazin, si t'jep selam tham, me njëherë ngritet edhe e man hutben, edhe pse ka dietarë që thonë iman dy hutbe, mi po si më e vërtet është se Resulullah s.a.s. e ka marrë një hutbe, edhe pse disa dietarë thonë hutbeja e dytë ka qenë se ka shku kur e ka marrë, ka përfundu hutben e parë, është largu dhe ka shku te pjesa e femrave. Edhe atyne ja u ka marrë hutben. E thonë kjo hutbe e parë, ajo hutbeja e dytë, mirë po, Ibn Uthaymin thotë rahimahullah, kjo s'munët me konë se kishte qenë obligim, 2 hutbet, sikur se ka është namaz gjumos,
atëherë të dyat jo kishte kry edhe mashkujve. Plus asaj, femrave ju ka fol çka ka të bën ma shumë me çështjet e femrave. Edhe kur i ka thirr për me dhon zeqatin për arin e vet çka e kanë, ju ka tregu për sevapin e sadakës, jashtë edhe zeqatit, nga të vetës e ka pas Bilalin radiallahu an, i cili atë i zarën e vet e ka që kështu e ka bo për dukatin. Kanë hek halhalet, unazat, vëdh, edhe i ka mush menzi ka bojt, Bilali radiallahu an qatë shëront, që i ka stimulu edhe i ka prek pejgamberi a.s. me hutbën e vet për me dhonë zeqat edhe sadak. Edhe pse ka shumë fjalë edhe praktikisht veprohet që me i fillu me tekbire hutben, Ibn Taymija rahimullah thot, kjo nuk është prej sunetit, se nuk ka asnjë transmetim se pejgamberi a.s. i ka fillu ndrysh hutben e namazit bajramit prej hutbes së gjumës. Ato me elhamdulillah edhe ato me elhamdulillah, pra çdo hutbe fillohet me falënderim edhe lavdrim të Allahut subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.